mëngjesi unë juve. Kush na telefonon? Sulejman me Gjone pej Dardhishtës. Dardhisht, komuna e Obiliqit. Ka e Obiliqit. Po, një kërkesë ja dërgova atje. Nëse ka mundësi diqysh me intervenu këta ujësillësit era katastrofi vjen. A o gas, a o guma, qka nomin zezo, bo nuk e di, mall me hi, me pastru, mall me loen, mall me pivesh, katastrofë që 2 muj goti. Edhe njëherë të lutëm, çka po ndodh aty, nuk ka uja? Jo, uj ka, po ka me një farë ere katastrofë. Okej. Farë ere po vjen nga ujësillësja? Era, po, her, vjen erë që nuk mërësh as erën mja nise, jo ma me pastru diçka ena, me pia, s'ka shonës. Ama që 2 muj ditë gati që shtë në plasi, kush s'po më ndërmer masa me thonë qa u bua të ku bua, me orë me kontrolua. Kaj Dardhishtja. Okej, mirë, do të provoj të flas, na dërgon ndonjë video, ndonjë foto nëse mundesh. Do të provoj të flas me dikën nga ujësillësi të shohim. Uji është kështu i kfjelt, ama erën e ka qasi së që nuk di që më thonë as gas, as gumas, nuk di çka është. Jeni me KRU Prishtinën, apo? Me KRU Prishtinë. Po. Okej, nuk e di nëse mund të dërgojmë nesër një ekip mëngjes këtu. Se na e kemë për shkakun pe Orllovicit, pe shkopave, e ke fabrikën atë që lidhen batlava dhe